Territori shqiptar për datën 27 korrik 2026 do të karakterizohet nga një mod i nxehtë dhe kryesisht i qëndrueshëm. Diellimet do të dominojnë në të gjithë territorin, ndërsa gjatorëve të pasdites në zonat malore lindore do të ketë vranësira kalimtare, të cilat lokalisht mund të sjellin të një rreshje të izoluar afat shkurtër. Paraditja do të ketë një mod kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa pasditja do të vijë me një mod të ngrohtë dhe vranësira të pakta të relieveve malore. Temperaturat minimale pritet të zbresin deri në 17 gradë Celsius, ndërsa maksimale do të arrijë deri në 39 gradë. Gjatë ditës pritet rreth 12 deri në 13 orë me diell. Era do të fryej lehtë nga drejtimi i veri perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metër për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë shumë i lartë rreth 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:24 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 20:11 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 22 deri në 39 gradë Celsius. Kukës 19 deri në 35 gradë. Peshkopi 18 deri në 33 gradë. Tiranë 24 deri në 38 gradë. Durrës 25 deri në 35 gradë. Kavaj 24 deri në 35 gradë. Elbasan 23 deri në 38 gradë. Berat 23 deri në 39 gradë. Korçë 14 deri në 31 gradë. Florë 25 deri në 34 gradë. Gjirokastër 19 deri në 32 gradë. Sarandi 25 deri në 34 gradë.